Pas asaj fitoreje shumë të polemizuar në tavolinë, Skënderbeu i shton një tjetër sukses të ris drejt titullit të tretë kampion. Këtë herë korçarët e drejtuar nga Mirel Josa fitojnë në fushë dhe bëjnë këtë pastër në një transfer të vështirë si ajo e Laçit. Golat e Plakut dhe Bicit në pjesën e dytë kanë vulosur fatin e sfidës që të premten, ngriti si parin e javës së 17 të Superligës. 3 pikë jo vetëm titulli për kampionët në fuqi, por dhe konfirmimi besimit të Josës se skuadra e tij nuk përballet me asnjë krizë rezultati apo motivimi, ashtu siç ishte folur javët e fundit. Pak raste në pjesën e parë, megjithëse Skënderbeu do t'i afrohej shpejt avantazhit. Në minutën e 9 Plaku gjuan fort brenda zonës, por pa shënjesën e dur goditja e sulmuesit me topin që shkon lart mbi tra. I dobët reagimi Laçit, që luan mirë sa i përket manombrave defensive, por e ka të vështirë të organizohet në aksionet sulmuese, pa rrezik tentativat nga distanca të vendasve. I pashqetësuar Shehi, nuk ka shumë punë dhe kolegu i tij Bakaj, korçarët provojnë dhe me një armë të fortë të shkëmbit nga goditjet e ndaluara. Dështon në 2 rastet kapiteni i formacionit mik, ndërsa me një lojë të ashpër të 2 skuadrave në mesin e fushës dhe me rjeta të paprekura do të mbylleshin 45 minutat e para. Me rikthimin në fushë korçarët, ata që rrezikojnë të parët me Ademir, e dhunshme goditja e brazilianit me topin që shkon gjitur me shtyllën e Dias Pingule. Janë të më kërkues të besuarit e Josës që i afrohen sërish avantazhit me Plakun. Sulmuesi përfiton nga një gabim i Çelës, por për të korrigjuar shokun e tij mendon Bakaj, që shpëton portën Laçane. Deri atëherë në pritje, vendasit rrezikojnë në minutën e 57. Emurllaj teston Shehin me një të prirë të fortë nga Ediatat, tregon instiktet portieri me grushtimin e tij shpëtimtar. Korçarët kalojnë frikën dhe gjejnë avantazhin pas vetëm 5 minutash lojë. Bakaj nuk arrin të kontrollojë goditjen e fortë të Radas, përfiton Plaku që këtë herë nuk gabon. Festojnë korçarët, ndërsa goli është shokues për të besuarit e Stavrinicës që pas vetëm 2 minutash ndëshkohen sërish. Bici duket se është mësuar me golin në javët e fundit dhe përsëritet me një goditje me kokë brenda zonës. Në rrjet topi, fitoria duket arshivuar për korçarët që në minutat e mbetura administrojnë epërsinë e dyfisht. Detyrë që i bëhet me lehtë dhe nga reagimi i dobët i Laçit që në fund duhet dorëzohet përballë curisë së shkëlqyer të Skënderbeut, që pas javës së 17 të Superligës ruan distancën me ndjekësit më të afër. Flamurtari hedh një tjetër hap suksesi, por këtë radhë përballë rivalëve të Shkumbinit në transfer të Peqinase. Të bindur për fitoren në shtëpinë e tyre të besuarit e Kristaq Miles, nuk kanë mundur të bëjnë asgjë përballë flotës Kuqezi që arkivon triumfin e radhës me rezultatin e pastër 3-0 në javën e 17 të Superligës. Formacioni Ernest Gjokës shfaqet i bindur në ide që në start, duke rrezikuar me njëherë portën rivale, por ndërhyrja e saktë e Voglit bën që vendasit të shpëtojnë ndëshkimit të menjëhershëm. Ndëshkimi i cili nuk vonon shumë dhe për këtë mendon Muzaka që ekzekuton në mënyrë perfekte një goditje dënimi duke shënuar golin e avantazhit për skuadrën e tij. Minuta 11 dhe Shkumbini e gjen veten në dizavantazh. Në të 17-ën është Zeqiri që kërkon të dyfishojë përsin, por gjuajtja e tij ndalet saktë nga Kotori që këtë radhë nuk gabon. Vendasit fillojnë të zgjohen në kërkim të golit pa mundur të gjejnë rrugën e dur për të arritur këtë objektiv. Më pas Sekseni që lëshon një silur nga distanca, por aty Koligji tregohet i saktë duke frenuar çdo shpresë të peqinasve për të barazuar shifrat. E me avantazhin minimal në xhep të besuarit, Ernest Gjokës kthehen në dhomat e zhveshjes me objektivin fitore gjysmë të realizuar. Me rikthimin në fushë flamurtari shfaqet edhe më i bindur në ofensivën e tij duke dominuar qartë në gjysmë fushën e vendasve. Mundi shpesht për të arritur dyfishimin e përcisë shpërblet shumë shpejt. Në të 58-ën është sërish Muzaka që përballë portës realizon dopjetën e tij personale për këtë sfidë, duke i çuar shifrat në 2-0, shifrat të cilat nuk i japin më shpresë Shkumbinit për të dalë me pikë nga kjo sfidë. Megjithatë asgjë nuk ka mbaruar ende. Flamurtari vijon sulmet e herpasershme dhe për këtë formacioni vlonjat konkretizon edhe golin e tretë. Memeli në të 64-ën sfumon totalisht Shkumbinin duke vulosur golin e tretë të fundit për këtë sfidë. Ndonse me fitoren tashmë në xhep, miqt nuk ndalen dhe Shkumbini dorëzuar tashmë nuk ka më forcë të reagojë përballë rivalit. Një arkim i servirur në zonë shfrytëzohet me kokë nga Muzaka, por këtë radhë Kotori është vendimtar në ndërhyrje duke shpëtuar portën nga goli i katërt. Shumë afër fundit të takimit, peqinasit përfitojnë një moment për t'u hedhur në kundërsulm, por rrezikshmëria e aksionit nuk është problem për Koligjin që ndal saktë tentativën e vendasve për të realizuar golin e nderit. E në fund është Memeli që gjuan drejt portës pa mundur të kaloj Kotoren që ndal saktë për pjekjen e tij. Tashmë nuk mbetet më kohë për asgjë dhe kryesori sinjalizon fundin e kësaj sfide. Bregdetarët e Vlorës vjojnë marshimin të pandalshëm duke mos e diskutuar vendin e tretë në kuotën e 31 pikëve.
ndërsa për Shkumbinin hapi falc në shtëpinë e tyre, bën që formacioni Kristaq Miles t'i afrohet gjithmonë në Kuksi rrëzohet në Ballç në një humbje 3-0 në ndeshjen më të dobët të sezonit për veriorët. Formacioni i Cungut zhvillon një 90 minutash pa shumë nerv në Ballç, pa arritur do të dalë qoftë dhe me 1 pikë. Izuçuku është lojtari që vendos sfidën për mbyllisin. 2 golat e parë mbajnë firmën e tij dhe në fund Xhafaj i shton dhe të tretin. Ballçotët qetësojnë disi pozitat në renditje pas këtij suksesi, duke u larguar zonës së ftohtë. Për Kuksin zbritej në vendin e 5 dhe distanca me Europën tashmë është në 4 pikë. Tiranës i duhet një Super Mario Morina për të kaluar luftëtarin në javën e 17 të Superligës. Sulmuesi e sheroi sfidës së luajtur në Qemal Stafa, ndërsa me 2 golet e tij kthente fitoria bardhë e blut. E para për Deden që nga dita e rikthimit të tij në pankinë dhe 3 pikë që mbajnë Tiranën në garë për një vend në Europë. To janë ato që vlen më shumë për kryeqytetasit, por ka dhe nga ato që duhen rregulluar. Ajo që duhet të ishte një fitorie lehtë në letër nuk rezulton e tillë për 24 herë kampionët, që megjithëse shënojnë shpejt nuk arrin të mbyllin sfidën, madje arrijen nga kundërshtarët dhe për të vulosur fitoren duhet të presin minutën e 84. Sfida do të niste në mënyrën më të mirë për Tiranën, duket se është mbrëmja e Morinës. Sulmuesi merri pari fjalën dhe rrezikon që në minutën e 3 e fort goditja me topin që qes shtyllën e Majt Pingule. Gjithsesi avantazhi nuk vonon dhe është Morina i që ndes fesën e vendasve në minutën e 7. Shpërqendrim total i mbrojtjes Gjirokastrite i jep mundësi sulmuesit të dërgojë topin në rrjet. Nisje e mirë që projekton një fitore të lehtë për të besuarit e Dedes. Të kota përpjekjet e luftëtarit, megjithëse Fonseca rrezikon një pak me një goditje të ndaluar, që kalon pak mbi traun e portës. Në tentativat e Tiranës për të mbyllur sfidën ndihmon dhe mbrojtja kundërshtare, i vëmendshëm Milivojevic, që shpëton portën e luftëtarit nga një autogol të mundshëm, i kot arkimi i sojës në kraun tjetër që kalon gjithë zonën pa gjetur devijim, ndërsa minutat e mbetura të pjesës së parë janë të gjitha për Tiranën. Hamata e provon në një pozicion thuajse të pamundur, ndërsa më pas është Abilalia e Delika që kanë punë me Milivojevic. Gjithmonë fitues del portieri që shpëton portët e tij nga goli i dytë, ndërsa mban në lojë luftëtarin në lojë dhe për pjesën tjetër të ndeshjes. Përfitojnë dhe nga pushimi në dhomat e zhveshjes të besuarit e Edi Martinit, Tirana humb ritmin dhe ka të vështirë të gjejë nisjen e dur në aksionet sulmuese. Pikërisht tentativa e dështuar për të filluar një kundërsulm në minutën e 79 rezulton fatale, mbyll me një goditje me Kokoxha që barazon shifrat duke i bërë një surprizë të idhur vendasve kryeqytetas. Gjithsesi, shpresat e miqve për dalë me pi nga kjo sfidë do zgjasnin vetëm 5 minuta. Për t'i dhuruar fitoren Tiranës, mendon sërish Morina. Sulmuesi finalizon një aksion model të bardhebluve dhe në të njëjtën kohë me golin e dytë personal, kur orzon mbrëmje si njeriu i ndeshjes. Nuk ka kohë për surpriza të tjera dhe Tirana Teuta nuk fal në shtëpinë e saj, ka mjaftuar vetëm një gol i shënuar që në start të takimit me autor veteranin Bledar Mancaku për të vullosur fitoren minimale 1-0 të formacionit të drejtuar nga tekniku Ugash Magani përballë rivalëve të Besës në javën e 17 të Superligës. Fitoria në Nikodovana bën që djemtë e Detit të ngjiten në kuotën e 33 pikëve në vendin e dytë në renditjen e përgjithshme, ndërsa për Besën punët shkojnë gjithmonë më keq. Pas barazimit të javës së shkuar dhe pas humbjes së kësaj jave përballë Teutës, Kavajasit e gjejnë veten në vend të 10 me vetëm 17 pikë gjithsej, që në start të takimit të dy rivalet nisin kërkues ndaj njëra tjetrës, por në fakt situata zhbllokohet shumë shpejt në favor të Teutës. Bledar Mancaku ndëshkon miqt duke mposhtur gardianin Hoxha që në të pesër në një aksion perfekt. 1-0 dhe të besuarit e Maganit kanë të drejtën legjitime për të festuar avantazhin më shpejt nga çpritej. Në 45 minutat e para nuk ndodh asnjë risi që mund të sjellë ndryshimin e rezultatit. E për këtë Teuta shkon fitimtare drejt dhomave të zhveshjes me avantazhin në xhep. Por me rikthimin e fushës është Besa ajo që e nis me një marsh ndryshe. Fezullah siluron nga distanca, por trajektoria e goditjes nuk përmbush pritshmëritë e tij. Rasti më i mirë i Teutës për të kundërpërgjigjur me golin e dytë vjen me anë të Daniel Xhafës, por sulmuesi e ka të pamundur të realizojë pasi gabon totalisht në gjuajtje duke e dërguar topin shumë mbi travers. Ndonse edhe pak duhet nga fundi i takimit, Teuta pëson një ndëshkim nga kryesori. Mancaku, autori i golit të vetëm të kësaj sfide, penalizohet me kartonin e dytë të verdhë për simulim dhe për të detyrohet të lërë fushën. Të gjendur me 10 lojtarë, bregdetarët vijojnë të administrojnë me kujdes lojën duke mbajtur në fuqi rezultatin që i çon ata drejt fitores. Në të 88-ën është Muriqi që bën përpjekjen e fundit drejt portës së Besës, ku pasi shmang sakt mbrojtësin siluron katërkëngjin e Hoxhës duke detyruar këtë të fundit të grushtojë. E në fund të gjithçkaje vjen edhe vërshëllima mbyllëse e kryesorit Sadiku që vulos fitoren minimale të Teutës në Nikodovana, përballë Besës që nuk mund të bëjë më shumë se sa të përtyp
Kastrioti merr një fitore në përmbysje në Berat, 2-1 ndaj Tomorit, duke zhytur këtë të fundit bashkë me Apollonin në fundin e tabelës. Ndonse shënuan të parë me atë James, beratasit nuk kanë ruajtur dot avantazhin, teksa shifrat janë përmbysur me golat e Fatakit dhe Tanushit. Për Kastriotin është një sukses frymëmarrje në renditje. Humbja e një javë më parë në Gjirokastër është hedhur shpejt pas krave dhe nuk ka ndikuar në atmosferën e vllaznisë së re të Artan Bushatit, e cila kthehet te fitoria në transfertën e Fierit. Skuadra shkodrane merr 3 pikë të rëndësishme pas fitores 3-1 kundër Apollonis, që nga java në javë shef veten në kategorinë e parë. Në loni i Papuqiu vendoset gjithçka në pjesën e dytë me të vërtet dramatike. 5 gola, 2 11 metërsha dhe 2 karton të kuq nga një Jemini me të vërtet dorë lëshuar. Moviolistët kanë punë për këtë sfidë, ndërsa sa i përket asaj që skuadrat prodhuan në fushën e lojës, për të folur vlen vetëm fraksioni i dytë. Sidoqoftë nuk duhet harruar mundësia e vet me vërtet për shënim në pjesën e parë që i takon vllaznisë. Shpëtojnë vetëm nga shtylla Fierakët, i pafat Ajdari që nuk arrin të kalojë skuadrën e tij në avantazh, ndërsa qëndroni pa prekur rezultati në 45 minutat e para. Pjesa e dytë nis shpejt, Rexha gjuan lart në aksionin e parë, ndërsa 3 minuta më pas ndoni përgjigjet në krahun tjetër. Nuk arrin të devijoj si duhet me Sushorin në një rast me të vërtet të mirë për Fierakët. Kupton se rrezikon shumë vllaznia, e cila nis një tjetër ofensiv të gjatë. Berisha teston me një goditje nga distanca Tekovic në pozicion portieri që grushon sakt. Puna e skuadrës së Bushatit për të marrë maksimumin nga kjo sfidë do të bëjë më e lehtë në minutën e 57. Muça largohet nga fusha me karton të kuq dhe me një lojtar më shumë shkodranët presojnë deri në mbytje vendasit. Provon nga distanca Smiley, edhe Rexha bën të njëjtën gjë, por jashtë shkojnë të dyja tentativat. Nuk është dita e Shtupinës që në minutën e 69 bën gjithçka mirë brenda zonës, por ndalet vetëm nga shtylla. Gjithsesi, goli i vllaznisë vonon vetëm 1 minutë dhe për të zhbllokuar rezultatin, duhet një goditje spektakolare si kjo e Ajdarit. Ja vlen të përsëriten pamjet në supergolin që do zhbllokonte rezultatin. Marrin zemër miq që kërkojnë të mbyllin sfidën, ngjitur me shtyllën shkon goditja e Dragojit në minutën e 71. Por Apollonia surprizon në daljen e parë pas një presioni mbytës të shkodranëve. Ribaj pengohet brenda zonës, sinjalizon nga pika e Bardhi Emini, ndërsa për dërguar topin në rrjet mëndon sërish vetë Ribaj. 1-1, por shpresat e Fierakëve për dalë me pikë nga kjo sfidë do zgjasnin vetëm 5 minuta. Sërish 11 metësh të herë në favor të vllaznisë pas pengimit të Rexhës brenda zonës. Nga pika e penaltisë, Smiley gjuan sakt për të kthyer sërish në epërsi vllaznin. Gjithçka duket e mbyllur dhe Shtupina ka mundësinë më të mirë për ta zyrtarizuar këtë, por i vetëm me Cekovic nuk arrin të shënojë. Nëse sfida ishte bërë me kohë në ngjitje për Apollonin, në të 86-ën besimi i vendasve për të marrë të paktën një pikë me goditjen e nokautit, pasi Nako le skuadrën e tij me 9 lojtar. Përfiton vllaznia që do të vuloste triumfin e saj në minutën e 93 me golin e tretë që mban firmën e Rexhës. Në fund 3-1 dhe shkodranët i shkojnë në tjetër sukses të curisë të tyre pozitive në fazën e dytë, duke u ngjitur